Ditje fëmi, unë jam Dea Zeqiraj dhe sot do të mësojmë në këtë video për njësitë matjet të kohës. Njësia bazë për matjen e kohës është sekunda. Një orë është e barabartë me 3600 sekunda. Një orë është e barabartë me 60 minuta. Një minut është i barabartë me 60 sekunda. Kur mbledhim dhe zbritim orët, minutat dhe sekundat, kur i shkruajmë sekundat, përdorim simbolin me dy thojza. Kur i shkruajmë minutat, kur i përdorim me simbol, e shkruajmë me një thojzë. Kur mosim kohë më të gjata, përdorim ditën, vitin, dekadën, shekullin dhe mileniumin. Dita ka 24 orë, viti ka 365 ditë, 12 muaj dhe 52 javë. Dekada ka 10 vite, shekulli ka 100 vite, mileniumi ka 1000 vite. Mbledhja dhe zbritja e orëve, minutave dhe sekundave. Unë e zgjodha këtë temë specifikisht sepse shumica e fëmijëve kanë problem në mbledhjen dhe zbritjen e orëve, minutave dhe sekundave. Po marr një shembull me mbledhje. 2 orë e 30 minuta e 27 sekunda. Plus 3 orë e 17 minuta e 29 sekunda. Llogaris. 7 plus 9 bën 16. 6 a një në mendje. 2 plus 2 bën 4 dhe 1 5. 56 sekunda. 0 plus 7 bëjmë 7. 3 plus 1 bëjmë 47. 2 plus 3 bëjmë 5. Shuma është 5 orë e 47 minuta e 56 sekunda. Një shembull tjetër me mbledhje. 3 orë e 50 minuta e 24 sekunda. Plus 2 orë e 15 minuta e 49 sekunda. 4 plus 9 bëjnë 13, 3 a një në mendje. 2 plus 4 bëjnë 6 dhe 1 7. 73. Nuk e shkruajmë këtu sepse e kalon minutin. Siç e dim dhe si e mësuam më lart, 1 minut është i barabartë me 60 sekunda. Për ta gjetur sa bëjmë këtu, e bëjmë 73 minus 60. 73 minus 60 bëjnë 13. Zero plus 5 bëjnë 5, 5 plus 1 bëjnë 6, 65. A një në mendje. 65 dhe 1 bëjnë 66. Po prap e kalon orën. Një orë është e barabartë me 60 minuta. Këtu janë 66. Tash e bëjmë 66 minus 60, që bëjnë 6.
një në mendje. 3 plus 2 bëjnë 5 dhe edhe një 6. 6 orë e 6 minuta e 13 sekunda. Një shembull me zbritje. 5 orë e 30 minuta e 7 sekunda minus 2 orë e 59 minuta e 6 sekunda. 7 minus 6 bën 1. 30 minus 59 nuk bën. E marrëm këtu një orë dhe këtu mbesin 4 orë. Këtu e bëjmë 30 plus 60. Pse 60? Sepse një orë është e barabartë me 60 minuta. 30 plus 60 bëjnë 90. 90 minus 59 bëjnë. 0 minus 9 nuk bë. Morëm të një dhe mbesin 8 këtu. Këtu bëhen 10. 10 minus 9 bëjnë 1. 8 minus 5 bëjnë 3. 31. 4 minus 2 bëjnë 2. Totali është 2 orë e 31 minuta e 1 sekund. Unë dua që ta shoh sa e keni kuptuar, prandaj do të bëj 2 detyra si ushtrime. Një me mbledhje, një me zbritje. Me mbledhje detyra, 3 orë e 27 minuta e 47 sekunda plus 4 orë e 16 minuta e 35 sekunda. Detyra e dytë me zbritje, 8 orë e 49 minuta e 37 sekunda minus 4 orë e 25 minuta e 40 sekunda. Zgjidhim detyrat. 7 plus 5 bëjnë 12, 2 anje në mendje. 4 plus 3 bëjnë 7 dhe 1 8, 82. E ka kaluar 1 minut. Këtu e lëm 1 në mendje dhe për ta gjetur këtu e bëjmë minus 60. 82 minus 60 bëjnë 22. E shkruajmë 22. 7 plus 6 bëjnë 13, a një në mendje. 2 plus 1 bëjnë 3 dhe 1 4. 43 plus 1 në mendje, mos ta harrojmë, bëjnë 44. 3 plus 4 bëjnë 7. 7 orë e 44 minuta e 22 sekunda është totali. Zgjidhim detyrën tjetër me zbritje. 37 minus 40 nuk bë. E marrim të 1 minut dhe mbesin 48 minuta. Këtu e bëjmë 37 plus 60, që bëjnë 97. Minus 40 bëjmë 57. 48 minus 25 bëjnë 23. 8 minus 4 bëjnë 4.
Totali është 4 orë e 23 minuta e 57 sekonda. Shpresoj se keni kuptuar mbledhjen dhe zbritjen e orëve, minutave dhe sekondave. Mirupafshin fëmijë të dashur.